Hyrja e Luizejlit në Big Brother VIP Albania 5 është kryefjala e momentit pas videos bombastike të publikuar nga Top Channel, ku fituesi i edicionit të dytë u shfaq në dhomën e rrëfimit me deklaratën që shkundi rrjetin. Tani luftohet vetëm për vendin e dytë. Këtë gjë ai e ka thënë, duke nënkuptuar se do ta fitojë sërish këtë edicion dhe do dali pari, pra të tjerët po mundohen kot vetëm për vendin e dytë. Megjithatë, ndërsa publiku jashtë është në dieni, banorët brenda shtëpisë ende nuk dinë asgjë. Ata do të përballen me surprizën e madhe mbrëmjen e sotme gjatë spektaklit Prime, një lëvizje që pritet të trondisë ekuilibrat dhe do t'i fusë të gjithë në presion të lartë psikologjik. Donse zyrtarisht nuk është konfirmuar kozgjatja, burimet sugjerojnë se qëndrimi i tij do të jetë disa ditor, një mision special dhe jo një garë mirëfillt për çmimin e madh. Kjo që përkon edhe me promovimin e filmit të tij të ri. Por, aludimet në rrjet kanë shkuar përtej marketingut. Zëra të ndryshëm flasin për një skenar tjetër, një inat të vjetër mes Luizit dhe Rogertit. Thuhet se hyrja e këngëtarit ka edhe qëllimin e një përplasjeje direkte me banorin aktual, megjithse detajet mbi zanafillën e këtij konflikti të mundshëm mbeten ende misterioze. Mbetet për të parë sonte nëse Luizi do të hyjë si mentor, si friksues apo si një kundërshtar i drejt për drejt për Rogertin, nëse ai mbetet ende në shtëpi. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Luizi do qëndroj për një javë apo edhe për më shumë ditë? Gjithashtu, nëse Luizi do të ishte banori mirëfillt i kësaj shtëpie, a mendoni se publiku do të ishte i gatshëm që ta votonte edhe një herë që ai të fitonte çmimin e madh? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.